Merë përgjegjësinë kur ti gabon. E kjo vlen edhe për punëdhënësin, edhe për punëmarrësin. Unë besoj fuqimisht që forma se si ti reagon mbas gabimit flet shumë më shumë se sa gabimi që ti ke bërë. Kohëve të fundit kom pas shumë situata të cilat kanë shtyr me diskutu këtë punë. Një person i stafit i cili nuk merr përgjegjësi për gabimet që bën, varësisht prej kompanisë apo shërbimit, mund të pas gabime. Jem njerëz, gabojmë, por që kushtojnë me shumë mijëra euro. E si sillen personat e papërgjegjshëm në këtë rast? I çojnë krah të lartë, që do të thonë që s'kam çfarë po. Edhe thot, periudhë punën, come on man. Ja tani kom i t'jap disa opsione që tregojnë që ti ke kulturë të punës dhe merr përsipri përgjegjësinë për gabimin që ke bërë. E para është me kërku falje për dëmin dhe gabimin që ke shkaktuar. E dyta është me ofru me ndrejsh, me përmirësu gabimin me klientin, me bisedu me klientin dhe me asaru situatën dhe me bëu zgjidhje me mirë kuptim. E treta, mund është me ofru me punu më shumë 6 orarit, me ofru me zbrit pe rrogës dëmin nëse është e nevojshme, që sa do pak me zbut situatën. Kjo thjesht tregon që ti ke empati. Dhe e pesta, kur punëdhënësi gabon me punëmarrësin, përdorimi i fjalëve magjike, më fal, të lutem, e rregulloj, e përmirësoj dhe më vjen keq, nuk janë dobësi, por janë fuqi për mos më humb një vend punës dhe një punonjës mirë në kompani. Jam shumë i sigurt që këto opsione ty të bëjnë një punëtor më të ndershëm se sa ignoranca.